Bëni me një kundërshtar që, siç tha dhe Aliti, është artist. Është me vështirë apo është me qef për ta hequr në pushteti? Në fakt ky ishte edhe mallkimi për artistët gjatë kësaj periudhe. Është Doktor Berisha përmendi një rast në histori të perandorit Neron, që kishte këto ambicjet artistike dhe i vuri flakën Romës. Në thelb, Edi Rama është një artist që vijon të ketë këto aspiratat e pa justifikuara, pa përligjura për artin, por e ka të domosdoshme sepse në PR-in e tij është ky binomi politikani artist dhe nuk mund ta shmangë dhe përpiqet të kacavirret me këtë imazh trendi, ta shesë, ta mbaj, duke konsumuar resurse të pallogaritshme për të qenë i pranishëm në ekspozita të mbas edhe prestigjioze. Është përpjekur të mbaj disa miqësi në thonjza elitare me artistë, arkitektë të shquar që njihemi kështu si star arkitekt, me favore, me trafik influencesh. Çuditërisht edhe ata që njeh këto arkitektët të gjithë me probleme me ligjin janë. Po, normale, mund të përfitosh për një periudhë të caktuar, por komunitetet të tilla kanë edhe një bazament fort etik, nuk të tolerojnë gjatë në rast se përlyhesh në këto afera. Ndoshta ne nuk e kemi atë sensin etik si komunitet? Jo se nuk e kemi, por është mpir reagimi i shoqërisë. I tolerohet gjithçka, jo i tolerohet, por skandali zë skandalin, diçka e re e shëmtuar mbulon një shëmti paraardhëse dhe vijohet në këtë trendin, në këtë ortekun e shëmtisë, se pa imagjinueshme. Megjithatë, pse ishte e rëndësishme për PD në këto